Tirana jon, për fat të keq që është akustikisht ose të themi me më shumë zhurma se kryeqytetet e tjera, kanë bërë matje në disa pika kyçe dhe është parë që mesatarisht është të themi 70 decibel zhurma që prodhon gjatë ditës. Tirana dhe 70 decibel është sikur një njerëz të ulëras në vesh. Ndodh shpesh që të jemi shumë afër bokseve ose muzika shumë e lartë dhe të nesër më ndëgjojmë atë kumbimin ose atë zhurmën në vesh. A do të thotë kjo që i kemi shkaktuar vetes një lloj dëmi të përhershëm apo jo? Nëse kjo bëhet 4 orë në ditë, mbi 50 decibel, mbi një vit, po, ke filluar të dëmtosh shisën e të dëgjuarit. Kush merret me art, me muzikë, ka pak më të zhvilluar dhe shisën e dëgjimit, ka një quhet hiperakuzis, pra dëgjojnë pak më shumë se njerëzit normal. Doktoresh Klodiana Zaharia, mirë se vini në Apostrof. Mirë se ju gjej, faleminderit shumë për ftesën. Shumica nga ne nuk mendojmë aq sa duhet për dëgjimin, të paktën krahasuar me shqisat e tjera. Mirë po, në të njëjtën kohë ne sot përdorim të gjithë kufje, dëgjojmë muzikë me volum të lartë ose jetojmë në vende shumë të zhurmshme, siç janë qytetet, siç është Tirana, po edhe kur duam të largohemi në vende më të qeta, gjatë rrugës në makinë, prap dëgjojmë muzikë, prap me volum përgjithsisht të lartë. Dhe kam një parandije që do thoni që kjo nuk është e shëndetshme për dëgjimin, por edhe se humbja e dëgjimit sjell ose shkakton dhe një sër problemesh të tjera. Dhe pyetja ime e parë është si mund ta shmangim humbjen e dëgjimit. Me të tërë hyrjen që ju bët shumë bukur, duke ruajtur veshin nga zhurmat e larta. Së pari, pra, mos ekspozohemi në nivele shumë të larta të zhurmës, së dyti dhe jo për kohë të gjatë, sepse është e studiuar dhe e parë që dhe në rastet që zhurma mund të jetë e moderuar, por individi për shkak të punës, për arsye të ndryshme, duhet ta durojë këtë nivel zhurme për më shumë se 4 orë në ditë, sjell dëmtime të pakthyeshme të nivelit të dëgjimit. Të gjitha ato që thatë për Tiranën, ne jetojmë në kryeqytet. Në fakt është rregull për çdo kryeqytet të botës, pra dihet që nëse ti zgjedh të jetosh në metropol, ke zgjedhur zhurmën, ti do të jetosh në zhurmë mes njerëzish dhe nuk e zgjedhur fshatin edhe izolimin edhe pyllin edhe qetësinë. Dhe të jetuarit në metropol ka këtë kosto. Pra, në çdo kryeqytet ka zhurma të mëdha. Tirana jon, për fat të keq që është akustikisht ose të themi me më shumë zhurma se kryeqytetet e tjera. Janë bërë disa studime nga kolegët tanë nga Instituti i Shëndetit Publik, janë bërë matje në disa pika kyçe, ku ka dhe kryqëzime, ku ka burim makinash, ku ka lokale të zhurmshëm, dhe është parë që mesatarisht është të themi 70 decibel zhurma që prodhon gjatë ditës. Tirana dhe 70 decibel është sikur një njerëz të ulëras në vesh, të ulërasi fort. Dhe mendoj që gjithë popullsia, kush punon në qendër, kush jeton në qendër, kush po kalon, jemi të ekspozuar, për shkak marr veten juve, jemi të ekspozuar, duam s'duam kronikisht. Pra, nëse unë punoj 8 orë, 10 orë në përqendër të Tiranës, jemi të ekspozuar ndaj këtyre zhurmave. Si do të duke një rutinë e sigurt, nëse mund ta quajmë, për dikë që përdor kufje çdo ditë? Jam kurioz për këtë se i përdor vetë, pothuajse gjatë gjithë kohës kur eci ose kur lëviz, nga një anë se dua të shmang zhurmën e qytetit, po njëkohësisht i fuz vetes dhe këtë zhurmën tjetër që është muzika. Përsëri është e studiuar që nëse zhurma është e çrregullt kaotike, siç mund të jenë borit e makinës, zhurmat e makinerive të rënda ose zhurma e avionit që prodhon motori i avionit, dhe ti ekspozon veshin me të njëjtin intensitet zhurme ndaj muzikës që të pëlqen, është parë që dëmtimi është më i vogël, kështu që ti bën shumë mirë. Pra, midis dy zhurmave ti zgjedh atë të pëlqyeshmen për veshin, për shpirtin dhe për trurin. Në këtë rast e dëmton më pak. Por nëse ti dhe gjithë të rinjt, sepse me digitalizimin edhe me ardhjen e kësaj teknologjisë që po ecën me këto hapa shumë të mëdha dhe që nga fëmijët e mi e të gjithë që shohim që po i përdorin shumë kufjet, nëse ti zgjedh ta ulësh pak volumin, mos ta lodhësh aq shumë shisën e dëgjimit, mos ta torturosh aq shumë, nuk do ta dëmtosh. E them ty, por të gjithë fëmijëve tanë, brezit të ri, sepse për të vërtetës un pacient 60 vjeçar ose 70 vjeçar që rrin me AirPods ose me kufje që të flen natën duke parë filma ose të rinë në këto kam adoleshentët në PlayStation, nuk kam. Pra, në këtë moment po i drejtohemi adoleshentëve sidomos që kanë gjithë të ardhmen përpara, që duhet ta mbrojnë shisën e dëgjimit, por edhe të rinjve që i kanë dëshirë që
të flasin në telefon, të dëgjojnë muzikë me zë të lartë, qoftë në makinë, qoftë me kufje. Kur flasim për dëmtim të dëgjimit, është fjala për diçka të përkohshme që mund të rikuperohet apo janë qeliza që u mbasin për gjithmonë? Nëse vendosim të termin dëmtim i dëgjimit, ne kemi disa lloje dhe i grupojmë në dy grupe të mëdha. Është dëmtimi transmetiv, që do të thotë, mund të kemi një diçka para daulles ose te daulja që pengon zërin, tingullin, muzikën apo çfarë do qoftë të mbërit e veshi. Dhe ky është dëmtim transmetiv që është më i miri, dëmtimi i dëgjimit nga një infeksion, nga dyll në vesh, nga një trupi huaj në vesh, nga grumbullim të sekrecioneve në fazat virale në vesh. Të gjitha këto duke u trajtuar specifikisht kemi rikuperim total të dëgjimit. Por zakonisht kur folet për dëmtimin që ne sapo folëm për shkak të zhurmave, në atë rast kemi një dëmtim që quhet dëmtim neurosensorial. Dhe dëmtim neurosensorial që do të thotë direkt i nervit i çdo shqise, fatkeqësisht ka të në klapa i pakthyeshëm. Pra, që ti premtojmë pacientit që ti ke dëmtim neurosensorial, pra nervi i të dëgjuarit është dëmtuar, është një premtim falso dhe e ushqen me iluzione. Por ne përsëri kemi në dorë ta mirëmbajmë, pra edhe nëse sapo ka filluar ose kemi një dëmtim të formës lehtë, qoftë edhe të mesme, ne kemi në dorë ta mirëmbajmë, ta stopojmë këtë proces, ta ruajmë veshin dhe të marrim ato produktet, preparatet që ne kemi për ta stopuar si proces, plus që mund edhe të rikuperoj. Por qelizat nervore, në çdo lloj organe, pra neuronet dhe sinapsat janë të parikuperueshëm. Pra, nëse i humbim një fije nervore, dëmtohet për çdo lloj arsye, nuk është që rigjenerohet si është lëkura, që rikuperon si floku thoj. Pra, numri i neuroneve janë fikse dhe ashtu mbaresa neuronale janë dhe qelizat e dëgjimit, që quhen qelizat e organit të kortit, janë qeliza me pushun, ose ja u sqaroj studentëve të mi, janë qeliza si furçe dhe to furçëzat kur ekspozohen kronikisht ndaj zhurmave, lodhen, mund të këputen, denatyrohen edhe nuk zëvendësohen. Pra janë të pazëvendësueshme. Prandaj dhe duhet ta flasim, ta riflasim dhe të insistojmë për ta mbrojtur para, për mos ta ekspozuar ndaj këtyre zhurmave ose të mbrojmë shqisen e dëgjimit sa më shumë pa u bërë dëmi, përderisa po e themi që qenë ka i pakthyeshëm dëgjimi. A ndikon humbja e dëgjimit në funksione kognitive ose në lodhjen psikologjike? Se ne shpesh, domethënë, kur kalojmë kohë në një ambient të zhurmshëm, ndihemi dhe të lodhur psikologjikisht shpesh. Nëse na ka ndodhur për shembull një herë që kur më ka ndodhur mua, ta shpjegoj nga ato raste që unë i kuptoj më shumë pacientët, kur mund të kem udhëtuar me avion me unë të zëna, që zbres bëj barotraum dhe kam një bllokim 3-4 orë të veshëve, ose kur kam pasur një natë në një event me muzikë të lartë dhe të nesme ndjej veshët të bllokuar, ose në gjendje gripale dhe gjithmonë mendoj, pacientët e mi. Të gjithë pacientët tonë që nuk dëgjojnë, sidomos ato që kanë dëmtim të rënd të dëgjimit, janë pacientë që kanë shumë të humbur vetbesimin, janë pacientë të trishtuar, janë pacientë të izoluar, sepse imagjino që mos të dëgjojmë zërin e të dashurve tonë, e njerëzve familjarëve, miqve tonë. Pra njerë nuk kanë komunikim, sepse kanë të prishur, nuk arrin të marrin fjalët dhe detyrimisht nuk arrin që të kthejnë përgjigje. Dhe në çdo lloj tavoline, në biseda me shok, me shoqe, me familjar, ndihen të izoluar. Në vendet e punës ndihen dhe të bullizuar. Nëse unë kam pas raste për shumë, nëse është një mësues, arsimtare dhe nuk dëgjon, i bullizuar të jesh i bullizuar në vendin e punës nga studentët, nga nxënësit e tu. Unë shikoj që ka një overrating ose një vlerësim të madh të parit, që sigurisht është drita e syve, por syt na shkëpusin nga sendet dhe nga kurse ekskluzivisht veshi na shkëput nga familjarët dhe nga gjithë të dashurit tonë. Kështu që janë njerëz që e kanë humbur vetbesimin dhe patjetër duhen ndihmuar. Nëse nuk arrin me preparate, me medikamente, nëse nuk kemi këtë rastin e pakthyeshëm, ne kemi këto hearing aids ose aparatet e dëgjimit, që i kolaudojmë sipas
rënjes së dëgjimit, pra shkalla 1, 2, 3 lehtë mesme rënd, dhe pacienti mund ta veshë ato, janë dhe aparate të vegjël fare brenda në vesh, dhe me thënë të drejtën ndryshon jeta, ndryshon perspektiva e jetës. Po, janë në gjendje të dëgjojnë prap normalisht apo ka, domethënë në momentin që vendos këto aparate apo ka dallim nga dëgjimi normal, nga dëgjimi natyral? Patjetër që ka dallim, nëse atë do thuar se ai është një çip, pra ç'është aparati në vetvete? Është një mikrofon që mbledh, ja si ky mikrofon, pra mbledh zërat, gjithë stimulin akustik dhe një amplifikator që e shumëzon, pra e shumëfishon sa e shohim ne sa ka rënë dëgjimi, aq shumë e gradojmë amplifikatorin. Por ai është të themi një çip, është një aparat elektronik dhe patjetër që mund të ketë një të themi metalizim të timbrit të zërit, pra nuk shkon unik, sepse edhe zëri është unik, siç jemi ne unik, nuk shkon ashtu siç duhet tingulli muzikor ose ku diun duke parë një film, pra ka pak metalizim, mund të ketë nganjëherë dhe pak zhurmë nëse fryn erë, sepse ai qipi nuk e ndan dot, për shembull, që është zhurma tani, po flasim ne të dy, është dhe zhurma jashtë e makinës, po fluturon një mizë. Ai çdo lloj zhurme që ka e merr dhe e shumë fishon dhe mund të ketë pak interferim në fillim, por krahasuar me ato që ato nuk dëgjojnë, është një zgjidhje e jashtëzakonshme. Për pacientin në momentet që vijnë kur bëjnë kontrolle, që shikojmë ka dyllveshi si është aparati për ta pastruar që bën këto shërbimet, nuk ta lëshon, domethënë mezi e heqën 5 minuta, që se pastaj do me jo që ta vendosin në vesh, pra e ka shpëtim. Ndërkohë dëgjojmë të flitet online se si tingujt të ndryshëm mund të ndikojnë emocionet tona, po sidomos tek fëmijët e vegjël, tek bebet. Dhe është një ndikim që ndodh në mënyrë të pavarur nga të mësuarit. Ka disa video që postohen në Instagram, në TikTok, ku prindrit tregojnë fëmijët e tyre foshnje, bebe, dhe prodhojnë, bëjnë zhurma ose tinguj të ndryshëm që e prekin emocionalisht fëmijën, domethënë ose bëjnë të gëzohet ose bëjnë të trishtohet, po nuk janë domosdoshmërisht tinguj për shembull të frikshëm që ai të mërzitet ose të trembet. Domethënë janë, nuk di si ta përshkruaj, po janë zhurma specifike, ndoshta frekuenca të ndryshme që duket sikur ndikojnë në emocionet e fëmijëve. Këtë me zhurma, Bjorni, nuk e kam parë këtë me zhurma, por rekomandohet shumë që kur fle fëmia, madje tani nënat shtetësane po e vënë dhe kur flen edhe kur e kanë fëmijën në bark. Në fakt duhet të pyes dhe për atë. Po, duke dëgjuar muzikë të mirë, duke vënë fëmijën në gjumë me një muzikë në sfond, zhvillon shumë anën psikomotore, pastaj prap është e studiuar që të gjithë fëmijët që luajnë një vegël muzikore janë shumë të zhvilluar, pra është parë që niveli IQ-s së tyre është shumë i zhvilluar se sa fëmijë që bëjnë vetëm matematikë, fizikë, sepse do të dëgjuar muzikë dhe kush merret me art, me muzikë, e ka pak më të zhvilluar dhe shqisën e dëgjimit, ka një quhet hiperakuzis, pra dëgjojnë pak më shumë se njerëzit normal, dhe prandaj ju thonë dhe ke vesh muzikor. Sjell zhvillim më të mirë të shqisës së dëgjimit, të trurit, sepse normal që nga veshi të gjithë stimujt çohen te qendra e dëgjimit që është në pjesën temporale të trurit, po pastaj edhe të shpirtit. Dhe gjithë kjo industria e madhe, këto stadiumet që mbushen, këto biletat që shiten, gjithë YouTube-i ose gjithë kjo sfida që ne i vëmë veshit ton edhe për ta dëmtuar duke dëgjuar muzikë, sepse është aq e pëlqyeshme, pra dhe ka dhe të mirat e veta. Doja të flisnim pak dhe për tinnitusin. Fillimisht çfarë është dhe a shkaktohet nga një dëmtim në vesh, në tru, të dyja bashk, nuk e di. Tinnitus është simptoma më sfiduese për çdo mjek ORL, deri në bezdisje, deri në ankth për punën. Është një simptom që mund të fshejë shumë sëmundje. Pra siç thethi, mund të jetë fillimi një tumori, pra mund të jetë me origjinë centrale, që ne kështu i ndajmë, pra është neurologjike, me origjinë centrale dhe mund të fshejë një tumor, një aksident cerebrovaskular, pra mund të fshejë një sëmundje neurologjike dhe do vazhdoj pacienti me rrugën drejt mjekut neurolog. Por, më të shumta dhe rasteve janë që është një fillim degenerimi i nervit të dëgjimit. Pra tinnitus, ose akofonia, ose ringing bells, ose zhurmë në vesh, si
ta thrasim si të duam, shpesh në numrin më të madh të rasteve po tregon, është një alarm që tregon që nervi i dëgjimit po bie. Dhe është në proporcion të drejtë, sa më e madhe është kjo zhurma në vesh, aq më shumë i ka rënë dëgjimi. Sa më shumë vite ka që pacienti e dëgjon, se ka pacient që kam 10 vjet dhe kujtohet mas 10 vjetësh të kërkojnë ndihmë te mjeku. Pra, sa më gjatë në kohë që ka që e dëgjon dhe sa më intensive, sa më fort kjo zhurmë, aq më e madhe, është direkt në proporcion të drejtë, aq më i madh është dëmtimi i të dëgjuarit, pra i nervit të dëgjimit ose i shisës të dëgjimit. Ne si tham pak më parë, dëmtimi është i pakthyeshëm, por për fat kemi shumë produkte që ç'bëjmë ne gjatë ditës e aktivizojmë çik më shumë pacientin, japim nga këto produktet nga më të ndryshme që ka hidhen muaj për muaj lançohen në farmaceutik që ushqejnë fijen nervore, që nga kompleksi vitaminave B që janë më të lashtat, që nga lloj produktesh bimore që hynë mjekësia alternativ me homeopatia, produkte që kanë ginseng, ginkgo biloba, piracetam, valerian, pra kemi shumë produkte që japim tip energjie gjatë ditës, trurit dhe gjitha qelizave nervore matraz dhe veshit, dhe produkte të tjera që ja ulin pak alertin pacientit e bëjmë më të qetë mbas orës 21. Sepse këta në momentin që do shkojnë në gjumë, kur shkojnë në qetësi, aty e dëgjojnë më shumë atë zhurmën. Dhe kemi produkte që me melatoninën që shumë e mirë. Melatonina është një substancë që trupi jon e hedh. Pra truri jon e hedh në qarkullim para gjumit. Ne për shkak fillojmë ja shtojmë pak atë në orën 21 që pacienti të bjerë më shpejt në gjumë. I rekomandojmë që të rinë në sfond me pak muzikë të pëlqyeshme, me programe që ato duan, një film e një gjë. Pra, t'ja bëjmë me hile asaj zhurmës dhe mos rrim në qetësi. Por përsëri duhet pranuar, kam shumë pacientë të pakënaqur që mund të ketë marrë 6 muaj deri në 1 vit këto produkte që lançohen kaq shumë, edhe përsëri zhurma nuk ikën dhe na duhet i themi atij pacienti që tani do pajtohemi dhe zhurmën e kemi shok ose shoqe. Në fakt për këtë pjesë duhet flasim edhe pak. Duhet ta lidh pak me koncertet, me festat, me këto ambientet e zhurmshme. Ndodh shpesh që të jemi shumë afër bokseve ose muzika shumë e lartë dhe të nesërmen dëgjojmë atë kumbimin ose atë zhurmën në vesh. A do të thotë kjo që i kemi shkaktuar vetes një lloj dëmi të përhershëm apo jo? Për fat, jo. Okay. Jo. Pra në ato kur je ke qenë afër boksit ose mund të kem pasur fëmijë që i ka plasur një fishek zjarr afër veshit me zhurmë të madhe, kam pas pacient që ka pasur krisje arme afër veshit dhe ka pasur një humbje të menjëhershme të dëgjimit. Pra termi që përdorim në këtë rast është humbje e menjëhershme të dëgjimit. Në këto raste ka shpresë, sepse ne fillojmë direkt me produktet e kortikosteroideve, pra ato që populli e njeh, pra fillojmë pak kortizon për të ulur edemën dhe atë dëmin e menjëhershëm, pra kemi një ekspozim të menjëhershëm të nervit dhe të daulles ndaj zhurmës. Në shumë raste është e çbërshme, mjekimi sa më shpejt të vi pacienti, kjo duhet theksuar. Pra, nëse mbas koncertit ti pret 1 muaj të rikthehet dëgjimi dhe nuk tu ka kthyer, është pak vonë. Por përgjithsisht rikthehet. Por nëse një pacient është merakçi, sapo e shikon që nga një zhurmë e madhe i ka ikur dëgjimi, vjen kërkon ndihmë, ne në këto raste preferojmë si thash pak kortizon për të ulur edemën ose entjen e nervit të dëgjimit dhe janë 99% të rikuperueshme në këto raste. Por që nuk e di sa e qartë u duk, pra ekspozimi i përditshëm kronik për kohë të caktuar, pra në vendin e punës, në vendin ku jeton, sepse mos harrojmë që kemi shumë persona që nuk e ndrojnë dot, për shembull një DJ, një kamarier në një night club, një punëtor në aeroport, një punëtor në këto call-in center, sa kam një punëtor në ndërmarrje të mëdha që prodhojnë me prestari, marangozeri, këto duralumine, do të thonë kush është i ekspozuar në vend e punës me këto zhurma kaq të mëdha, ka detyrim ligjor që do të vër kufjet njerë, do të vendosin kufjet të mbrojnë veshët, që këtu ka shumë diskutim s'po i hy fare, ca i mbajnë e ca si mbajnë, edhe këto janë rastet më të vështira, pra ekspozimi për kohë të gjatë. Kush mund të jetë një kohë e gjatë ose kohë ekspozimi e gjatë? E moderuar, zhurmë e moderuar që themi mbi 50 decibel,
për 4 orë në ditë. Nëse kjo bëhet 4 orë në ditë, mbi 50 decibel, mbi 1 vit, 2 vjet, po, ke filluar të dëmtosh shisën e të dëgjuarit. Ndërkohë ne folëm për dëgjimin dhe si ndikon ekspozimin ndaj zhurmave, po a ka ndonjë lidhje reale midis mënyrës së të ushqyerit dhe shëndetit të shqisës së dëgjimit? Do të thonë, a ka nutrient specifik që mund të ndihmojnë apo jo? Po, në rastin kur pacienti vjen te mjeku specialist tash te mjeku ORL, dëmi mund të jetë bërë, por në këto raste rekomandojnë të gjitha llojet e nacave, si të arrave, të llojet ara, që arë, lajthi, bajame, të gjitha këto llojet e arave kanë një lloj vaj të pangopur që e ushqen nervin e dëgjimit. Karrota që ka vitaminën A, peshku me vaj omega 3 me yndyrna të pangopura. Po këto në fakt janë ushqime që janë të mira, janë healthy dhe në përgjithësi. Po këto janë ushqimet që janë të parapëlqyera për nervin e dëgjimit, edhe në Japoni, në këto vendet aziatike e kanë të pemën e ginkgo bilobës, këtë që thashë ne është industrializuar dhe vjen në formë kapsulash ose me pika. Ato e kanë në dietë këtë arrën e ginkgo bilobës, e kanë e gatuajnë dhe hajnë. Për shkak ai është ushqimi ideal për të ushqyer nervin e dëgjimit. Po në Shqipëri nuk është vetëm janë mbjellja të pemë në bashki dhe nga bashkia nuk është se e njohin si bim shumë, kurse rritet shumë në vendet e tjera dhe përdorin gjethet për çaj, përdorin të gjithë produktet e kësaj. Edhe është industrializuar, pra bëhet në kapsula dhe në fakt është futur nga disa kompani në Shqipëri. Kur e shikonim më përpara në kongrese, thonin po këto çfarë thon, po tani ka mbi 15 vjet që janë si produkte farmaceutike, parafarmaceutike, gjenden kudo. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.